Do të flasim tash për raportin e policisë, jo të përgjithshëm në Kosovë, por për atë për rajonin e Prishtinës. E dini që shumica e veturave në Kosovë janë të regjistruara në rajonin e Prishtinës dhe numri më i madh i automjeteve, numri më i madh i tollovive dhe ndoshta edhe numri i aksidenteve shpeshherë është i fokusuar në Prishtinë dhe në komunat përreth që e përbëjnë regionin e Prishtinës. Do të kemi tashmë në studio komandantin e njësisë rajonale të trafikut rrugor për Prishtinën, kapitenin Sulejman Halili. Mirë se na erdhët. Faleminderit që jeni me ne. Një vit me shumë punë dhe çka po është në raport, vrehej më shumë gjoba. Pra më shumë shkelje në trafik dhe më shumë gjoba apo më shumë punë e policisë? Si rezultati i veturave të cilat janë regjistruar në Republikën e Kosovës, kalon gjysmë milionin e veturave, 170.000 vetura janë në region të Prishtinës ose me targa 01. Kjo është si pasojë e këtyre ngarkesave në trafik, edhe problemeve tjera të cilat shfaqen në infrastrukturë rrugore dhe sjelljen e shoferëve, vijnë edhe te aksidentet e trafikut. Si masa parandaluese, policia e trafikut merr masa vetëm se ligjore ndaj atyre shkelësve në komunikacion dhe ato shfaqen vetëm se me gjoba ose me edukim përmes rrjeteve sociale dhe propaganda tjera. Nëse e shohim raportin e policisë, çka kemi përveç etiketave të shqiptuara, kishte rritje të marrjes së patent shoferëve, pra për shkelësit që nuk falen, për shkelje që ligjërisht duhet të merret patent shoferi, në çka kanë qenë të fokusuara marrja e patent shoferëve, cilat kanë qenë arsyet më të shpeshta? Arsyet pikërisht janë aksidentet e trafikut, cilat kanë qenë në rritje shkak të numrit të madh të veturave dhe legjislacioni i fundit, domethënë edhe ligji i fundit i trafikut ka para pa këto masa të marrjes së patent shoferit, sidomos për ato kundërvajtje me të cilat rrezikohet trafiku dhe jeta e njerëzit. Si për shembull, mos respektimi i dritës të kuqe, të kalimi në vit të plot dhe shpejtësiat e dyfishuar në vendet të banuara ose në rrugë të hapura. Kryesisht në Prishtinë ka probleme për shkak se kemi shumë, përveç këtyre 01 që tha që janë 170.000 vetura, ne kemi edhe veturat e komunave të tjera që vinë për të punuar gjatë ditës në Prishtinë dhe ndoshta kthehen në mbrëmje ose punojnë gjatë ditëve të punës dhe kthehen në vikend në komuna të tjera. Sa ngarkohet kryeqyteti dhe trafiku nga to dhe cilat janë le të themi nyjet më problematike në kryeqytet sa i përket trafikut? Si pasojë e këtyre veturave ose ata qytetarë që kanë nevojë për Prishtinën, ngarkohet sidomos komunikacione në mëngjes dhe pasdite, sipas disa analizave, vetëm se në qytetin e Prishtinës ose janë tranzit vetura, kalojnë brenda 24 ore mbi 120.000 vetura. Domethënë është një fluks i madh i automjeteve. Si pasojë e këtij fluksi shpejt që arrin në Prishtinë janë edhe autostradat. E bin një fluks të madh të automjeteve, kurse rrugët e Prishtinës ato të cilat janë takuar edhe para dhe pas luftës janë këto rrugë ekzistuese. Prishtina e dim që i ka mbi 400 rrugë të emërtuara dhe të asfaltuara, po numri i madh i automjeteve, të cilat janë mbi 120.000 automjete në qarkullim, nuk mund me i përballu gjatë këtij fluksi të madh. Ne edhe kemi zogluar rrugët, tash Gjergj Bush nuk është më rrugë. Për shembull. Po këto janë projekte të komunave, domethënë komunat zakonisht e rregullojnë trafikun në kuadër të territorit vet, ata janë përgjegjës për të rregulluar trafikut, kurse policia e Kosovës vetëm është zbatuesi i ligjit. A e rregullon mirë Prishtina? Për momentin Prishtina na kemi edhe me çdo kryetar takime në lidhje me trafikun brenda qyteteve të tjera. Kena pas disa takime edhe me kryetarin e Prishtinës, lidhje me zgjidhjen e problemit të trafikut në Prishtinë, po Prishtina për momentin nuk ka rrugë tjera alternative të cilat kërkohen si kryeqytet dhe rajone tjera kryeqytete që i kanë rrugë nikahore, zgjidhja vetme ka qenë ajo. Na kena bërë disa propozime, tash i quajmë çka. Ju keni kërkuar të kemi rrugë nikahore? Na kena kërkuar që rrethi që më herët është testuar nga komuna, kjo është rreth perimetër jashtëzakonisht i vogël, për të testuar nikahore, kena kërkuar që rrethi të bëhet më i gjerë edhe të përbijen të gjitha lagjet në atë rreth. Domethënë, na nuk e kemi edhe në unas të kryeqytetit, të cilat kishin kalu vetura tranzit prej një qytetit përmes Prishtinës në qytetin tjetër.
Kjo mbyllje e George Bushit dhe është testuar në atë ko kjo që thatë ju Prishtina një kahore, ka qenë përfshirë Luana Haradinaj dhe Agim Ramadani. Ju po thoni që të zgjerohet më shumë dhe jo vetëm në këto pjesë. Po, të zgjerohet se është rreth i ngushtë, është perimetër i ngushtë për t'i depërtuar. Na kemi problem me autobus. Për shembull urban, se ata nuk mund në rrugë ngushtë edhe me bë kthimin e tyre. Është problem jashtëzakonisht se qyteti është i takuar edhe me do ndërtesa të vjetra aty, që ato duhet të shpronësohen ose të organizohet trafiku në mënyrë tjetër. Është një perimetër i ngushtë, na kena propozuar një perimetër më të madh që hyrja të bëhet rreth i spitalit, dalje në rreth të Mitrovicës, te ura e Mitrovicës. Pra tjetë kjo rrethë që duhet të sillesh. Kjo derisa të bëhet unaza që së fundmi e ka përmendur edhe kryetari Rama që Prishtinës i nevojitet unaza. Mendoni që pastaj qendra do të zhbllokohet për shkak se lëvizja le të themi nga Veterniku në Arbëri do të bëhet përmes unazës, jo përmes qendrës? Po unaza çdo kryeqytet e ka shliru trafikun. Çdo kryeqytet edhe të Evropës unazat përdoren. Ato e për me ta liru trafikun dhe tendenca edhe e komunës, edhe e policijës është që automjetët të lëvizën në kolon me 10 kilometra. Ajo është një përparësi shumë, se nuk e kemi në gjatësinë e Prishtinës, ku me disa që për 10 kilometra në orë, dhe me thonë për një orë 100 kilometra kalon. Ashtu që tendenca është të lëvizin vetura 10 km në orë, sidomos në atë pikun e madh të aty me 120.000 vetura të cilat futen. Pastaj do të ketë lëvizje më shumë për shkak që... Po, ka me qenë lëvizje më shumë. Përveç kësaj, dua të di nëse krahasoni Prishtinën me komuna tjera në regjion se i keni. Sa është më keq Prishtina se ato? E keni edhe Fushë Kosovën, po ashtu është ngarkuar shumë, sidomos kjo pjesa që e lidh Prishtinën dhe Fushë Kosovën është ngarkuar, besoj e keni edhe Drenoasin nëse nuk gaboj. Cilat janë komunat që i përfshin drejtoria juaj dhe në cilat është më keq gjendja? Pjesën e Drenasit ajo lidhet me njësinë e autostradave. Në me thonë, na nuk e kontrollojmë atë rrugë, po për rrugë tjera prej Fushë Kosovës në drejtim Prishtinës jemi e përgjes për atë pjesë të rrugës. Ngarkesa në Fushë Kosovë është kaku se aty gjindën të gjitha tash bizneset, janë hapur bizneset, nevojat qendrat tregtare, nevojat e qytetarëve për të vizituar ato shkollat. Është një ngarkesë e jashtëzakonshme, kërkohet në Fushë Kosovë të bëhet një rrethotullim, se me përbi gjithat mas veturave është problem vetëm se me semafore. Ku të bëhet rrethotullimi atje? Po është propozuar në di që te fakulteti OB, te kjo pjesa e... Ku ka semafor? Po, ku ka. Mendoni që rretotullimet janë zgjidhje më e mirë se semaforët? Është zgjidhje më e mirë se qarkullojnë veturat pa ndërprej. Semafori i ndërpren veturat për të liruar këto anësore. Dhe përveç kësaj, një problem tjetër e kemi Veternikun. Pra kemi zgjerim të rrugës atje tashmë gati, nëse nuk gaboj deri në diku në Hajvali Graçanic, por Veterniku sidomos një pjesë ngarkohet shumë në mungesë të një rrethrotullimi të vogël, i cili, siç po e thoni ju, ndoshta do të bënte që veturat të lëvizin, sidomos në kyçën që shkon prej Veternikut tek rruga Nekibe Kelmendi që drejton tek Pallati Drejtësisë. Na jemi në stop kontakt me Ministrinë e Infrastrukturës lidhe me këtë çështje. Janë projekte që do të më ndërtua aty një rreth, projektet e propozuara. Na presim që Ministria e Infrastrukturës të reflektoj tash këtë vit. Kena propozuar edhe më herët të vendosëm përkohësisht edhe semafora për atë vend, se kemi problemin edhe kalimin e këmbësorëve. Veterniku me bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës na kena kërku të vendosëm barierë, se na kena pas viteve 2003-2004 dhe shkeljet këmbësorëve dhe me pasojë fatale, po është një çështje e mirë, tani si janë ndërtuar edhe barierat për mos me kalu këmbësorë. Po dhe mbi kalimi është? Mbi kalimi, edhe na po kështyme që edhe sipas preferencave të Bashkisë Evropiane vitin 2030 mos ketë fare pasoja fatale në aksidente. Dhe do të mund të arrijmë këtë në kushte më të mira rrugore, e keni? Normal, kjo është sfidë për neve, edhe për Ministrinë e Infrastrukturës, Policinë e Trafikut. Sa jemi tek Ministria së fundmi, kemi pasur reshje bore javën e kaluar dhe me njëherë patëm këtë komuna, natyrisht ju si polici jeni në shërbim të qytetarëve edhe institucioneve, por komuna dhe Ministria shpesher edhe tek Veterniku fajsojnë njëra tjetrën, por edhe tek çështja e ngricave, patëm një rrugë në kodrën e trimave që komuna thash me Ministrinë, Ministria thash me komunën. Sa ishin problem ngricat ose këto reshjet që na ardhen, edhe pse ne do duhet ishim të përgatitur në dimër, por shpesher i gati çdo herë komunat zihen në befasi nga bora. Ne pikërisht kena marrë takime para sezonit dimror me të gjitha kompanitë të cilët e kanë tenderin për me bë pastrimin e rrugës.
Edhe tash risi na kena kryu edhe rjet në rjetët sociale, në Viber, edhe kena komuniku në baza një situatës të cilat të gjithë. Sa i përket rrugëve magjistrale të gjitha jenë konë të pastruara me kohë, kanë intervenu edhe sidomos të shembjet e gureve, dheut, plësimin e gropave në rrugë. Sa i përket qytetit, ajo është drejtorin veti, komunikim e ka drejtoria për krye qytet, po na kena konstatu se ka pas adite dhe vetura të cilës nuk kanë pas edhe pajisje dimërore. Se të me thonë me gumat verës në atë situatë, edhe pse rruga u pastru, pasandej se është befasi edhe për kompanit, ka pas veturat e cilat i kanë përdorë edhe gomat e verës. Pra që kanë rrezikuar vetën në këtë rast. Nëse i kthehemi raportit, thot në vitin 2024 kemi pasur 42.650 tiketa të shqiptuara, ndërsa në vitin 2025 48.660. Pra kemi për një vit më shumë 6.010 tiketa të shqiptuara apo 13.52% më shumë gjoba. Prej këtyre gjobave, cilat renditën, nëse mund të themi, cilat janë shkeljet kryesore? Telefoni, në të kuqen, të kalimi shpejtësisë? 60% këtyre gjobave shkojnë për të kalim shpejtësisë. Me thonë shpejtësia vret, këna pas edhe fushat lidhje me këta. Këna konstatu se 38% aksidenteve ka ndodhë shkaku i mos bajtjes distancës të veturave. Mirë po nër kategori është konstatuar edhe përdorimi i telefonit. Do me thonë është një përqendrim në komunikacion, përdorimi i telefonit është një kundërvajtje jashtë e rrezikshme, sepse shkaku i përdorimi i telefonit, mos përqendrimit, kanalet e aksidente, si mos goditje në veturë, ose në kolon. Problemin e përdorimit telefonave ka edhe Ballkani komplet, do me thonë, për atë arsye na shpërsu edhe masat ligjore për ata që e përdorin telefonin, nëse mrena 2 viteve, 2 herë takosh duke e përdor telefonin, konfiskohet edhe paten shoferin në kozgjatje për 3 muaj. Ju përveç policëve që dalin fizikisht, tashmë i keni kamerat, që besoj jeni duke i përdorur dhe veturat inteligjente. Me cilën formës shumë t'i bëhen dënimet? Me vetura inteligjente bëhet ingjezimi të gjitha veturave të cilat bën kundërvajtje. Do me thonë, nëse një vetur patrollon, marrëm një shembull, Prishtinë po duhet, të gjitha ato kundërvajtje ato regjistrohen, si vetura që janë pa regjistrim ose të i kalim shpejtësisë. Ato kundërvajtje dërgohen si cilët në post. Do me thonë në emër të pronarit veturës, e cili e ka të drejtën të deklaroj me kthimin e postës se kush ka qenë vozicë. Vetëm se në muajin janar, Regioni Prishtinës 3.100 tiketa i ka shqiptu me vetura inteligjente. Do me thonë, zyrtari policor nuk ka nevoj fare del për veturës, vetura inteligjente e kryen punën e vetë se për atë qëllim edhe është. Në teritorin e Kosovës, do me thonë, dikon në muajin janar 15.000 flet paraqitje janë shkru, vetëm se me vetura inteligjente. Kjo është një përparësi e teknologjisë për zbulimin e kundërvajtjeve, por edhe për vëdësimin e shoferëve. Kamerat në qytetin e Prishtinës vëzhgohen edhe nga policia e trafikut kryeqytetit dhe aty identifikohen kundërvajtje si rrështimi gabuar, hyrja në dritë të kuqe, të gjitha këto kundërvajtje prapë dërgohen me adresë të pronarit të veturës. Pra, kryesisht, po policë vetë, e shoh që shpeshherë policët në Prishtinë kanë vështirë të arrijnë në një aksident, në një vend ku ndalen semaforët, kur kemi ndërprirje të energjisë dhe Prishtina kthehet në kaos edhe më të madh kur të gjithë duan të hyjnë dhe bllokohet tërësisht. Sa janë të shpeshta këto probleme? Në kohën e fundit nuk ka pas edhe qatë reduktime të energjisë elektrike, policia e trafikut prate edhe ekziston. Në rast e tilla për me rregullu trafikun, pratë policia e trafikut i ka vetura me rotacion, të cilat i tregojnë që policia e trafikut gjinët në vend ngjarjes aty ku duhet me intervenu. Sa herë që ka pas nevojë policia e trafikut kryqëzimit me atë kapacitet që e ka intervenu në këto udhëkryqe. Faleminderit shumë, faleminderit që ishin me ne, po besoj që edhe ky vit ka nisur njëjtë me më shumë kontrole në rrugët e regionit Prishtinës edhe krejt Kosovës. Po është zotime edhe i drejtorit përgjithshëm se këtë vit do të rritet kontrolli, sidomos në vende jo qytete, po jashtë qyteteve, në fshatra, ku problematika neve në bazë statistikave të veturave të inteligjente, më shumë t'i ka vetura të paregjistruar ose ngasja pa patën shoferin në për fshatra, do me thonë vende rural. Sidomos fëmijë, mund shoh është të mitur që prindrit ju japin veturën. E keni parë këtë si dukuri në për fshatra? Po. Pra, do të merrni masa edhe për këtë. Patjetër. Faleminderit shumë, faleminderit që ishit sot me ne. E ky ishte